Poeti dhe publicisti Mete Peçi ka prezantuar sot librin e tij të 19 të titulluar Lexoj sytë e udhës. Aktiviteti u organizua në ambientet e Universitetit të Gjirokastrës nga shoqata Labëria dhe shoqata e letrarëve të Jugut. Të ftuar, miq të afërm, shkrimtar vlerësuan penën e Mete Peçit duke e vlerësuar atë si një autor që shkruan me një gjuhë të thjeshtë por tërheqëse. Libri përmbledh të gjitha gjinit e publicistikës, portret, skica, reportazhe dhe intervista. Autori lëndën e parë, pra frymëzimin e ka marrë nga pjesariotët, nga njerëzit e tij, nga vendasit, që ka një jetë që jeton dhe punon me ta, po ashtu edhe nga motive e stërvitjes ku ka qenë në repartet ushtarake dhe nga ka sjell një libër plot jetë, plot figuracion, plot ndjenjë. Metja është një autor që është ndër më të thjeshtit nga krijuesit e tjerë, por asnjëherë nuk i bie gjoksit, por shkruan bukur, shkruan këndshëm, e pëlqejnë lexuesit me një gjuhë të thjeshtë dhe të bukur, tërheqëse. Vetë autori shprehet se këtë rrugë ka nisur 26 vite më parë dhe se s'kish menduar kurrë se do ta vazhdonte duke i dhënë letrave shqipe 19 botime, 11 në publicistik dhe 8 në poezi. Të shkruash, futesh në një det që nuk e di se si kur do dalësh me anë të shkrimeve. Edhe puna ime kështu ka ecur me botimin e librave, pasi pasionin e kam patur 167-ën, 68-ën, te Gazeta Pararoja ku e fillova, hodha hapat e para, si korespondent i Pararojës të Gjirokastrës. Dhe harita tek libri 19 që promovoj sot. I sot mi është me prozë, ku kam tregime të ndryshme, kam reportazhe, kam intervista, që nga emigrimi, pasi edhe 10 vjet kam emigruar vetë, dhe deri tek detajet që kam udhëtuar në për Shqipëri. Jam në vazhdim të prodhimtarisë time, si e thash, nuk e dija se deri ku do arrija, po kam 3 libra i kam gati për të botuar. Gjatë aktivitetit u përcollën edhe pjesë nga krijimtaria e tij.